Lavdërimet dhe falenderimet I takojnë Allahut, krijuesit të gjithësisë. Atë e falenderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë të cilin e udhëzon Allahu I lartësuar në rrugë të drejtë, nuk ka kush e devijon, dhe atë të cilin e largon nga kjo rrugë, nuk ka kush e drejton. Dëshmojmë dhe deklarojmë se I vetmi I cili meriton të adhurohet me merit është Allahu dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Tij. Fjala më e mirë është fjala e Allahut të lartësuar, udhëzimi më I drejtë është udhëzimi I Resulit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqija janë të shpikurat në fe, çdo shpikje është risi, çdo risi është humbje dhe çdo humbje përfundimi I saj është zjarri I xhenemit. Të nderuar besimtarë, në xhumën e kaluar kem folur për këshillën. Pra kujdes nga kush po e merr këshillën. Ndërsa në këtë xhumë vëllezër do të flasim pjesën e dytë të këshillës, ajo është se si pejgambert e Allahut kanë pranuar këshilla dhe kanë këshilluar, po ashtu edhe si shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, pra sahabët e kanë këshilluar njëri tjetrin, pra kanë pranuar dhe kanë dhënë këshillë. Din pyetja pse këshilla ka rëndësi të madhe në jetën e njeriu. Dhe këtë na dëshmon vetë fjala e pejgamberit alayhis salatu wassalam në hadithin e saktë, ku I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, vërtet feja është të këshilluarit. Po ashtu ka ardhur hadithi tjetër nga sahabiu I nderuar Jabir ibn Abdullah, I cili thot se nëse një vëllai yti besimtar kërkon prej teje këshill, atëherë ti e ki për detyrë me këshillu atë, pra me adhon këshillën. Sikurse që o vëllezër nuk lejohet fshehja e këshillës nëse kërkohet prej teje mendim apo nëse kërkohet prej teje këshill, dhe që ai mendim dhe ajo këshill përputhet me kënaqësinë e Zotit, e ki për detyrë me adhon këshillën për hir të Allahut të lartësuar. Sepse besimtari, pra muslimoni, e jep këshillën e vërtet, këshillën e hakut, nga se ai menon për vllahun e vet, pra të mirën, sikurse që ja menon vetes. Dhe duhet me pas shumë kujdes, se jo çdo këshillues është mik I yti. Pra jo çdo mik është këshillues, për çdo këshillues është mik I yti që të këshillon. I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po na thot hadithin që e gjejmë tek Imam Muslim. Thot se të drejtat e muslimanit ndaj muslimanit janë 6. Sahabët ju drejtuan dhe I thanë, e kush janë ato I dërguari Allahut? Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, e para, kur ta takosh vllahun tënd, përshëndete me selam. Jepi selam vllahut tënd dhe mos u bën sikurse ti nuk po e sheh, me ul kryt apo me ndrua dhe rrugën, se kjo nuk është prej metodës së muslimonit, dhe nuk I takon një muslimonit që mos me përshëndet vllahun e tij me selam, sepse ka ardhur në hadith të pejgamberit të Zotit, ku I dërguari Allahut ka thonë, prej shenjave të kiametit është kur njeriu I jep selam një grupi të caktuar. E dyta, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur të thërret, përgjigju, thirr në shtëpinë e tij, shko. E treta, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur kërkon prej teje këshillën, jepja këshillën. E katërta, kur të shtit dhe ai e falenderon Allahun kur thot elhamdulillah, bën dua për të, thuaj yarhamukallah, të mëshiroft Allah. E pesta, thot pejgamberi I Zotit alayhis salatu wassalam, thot kur të sëmurët, shko dhe vizitoje. Dhe e gjashta, kur vdes, shko fale namazin e gjenazës dhe varrosja. Po ashtu vëllezër, sahabiu I nderuar Xherir ibn Abdullah na thot se jam betuar të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me faljen e namazit, me dhënien e zeqatit dhe me këshill, pra për të këshilluar çdo musliman. Me një transmetim tjetër nga ky sahabi ka ardhur se jam besatuar të dërguarit të Allahut me dëgjim dhe respektim dhe që ta këshilloj çdo musliman. Të nderuar vëllezër, Hasan el-Basriu na tregon dhe thot se sahabët, pra shokët e pejgamberit alayhis salatu wasalam, kanë thonë, pashat në dorën e të cilit të shpirti im, nëse doni ju betohen për Allahun, dhe thot, robërit më të dashur të Allahut janë ata që I bëjnë robërit të Allahut ta duan Allahun. Pastaj thot, dhe I bëjnë të dashur robërit të Allahut për Allahun, dhe që
enden shëtisin në për tokën Allahut duke i këshilluar vëllezërit e tyre. I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vëllezër kur kishte shku në Medinë, pra hijretin e tij kur e ka bë prej Mekës në Medinë, gjën e parë që e ka bë mes mekazve, pra muhaxhirëve dhe ensarve, ka qenë vllazërimi i tyre mes veti. Dhe një prej vllazërisë që i dërguari Allahut e ka bë, ka qenë edhe Selman el Farisiu me sahabiun e nderuar Ebu Derdan, radhiyallahu anhu. Dhe një ditë prej ditëve Selman el Farisiu shkon në vizitë në shtëpinë e Ebu Derdas dhe aty e sheh gruën e Ebu Derdas, e cila ishte pak e mërzitur dhe e veshur me rroba pune. Dhe i thot, çfarë halli ke, çfarë është ajo që po e shoh të ti? Tek ti thot, pra vllai yt Ebu Derdaja është leqit, pra është larguar prej dunjos. Dhe tha, pra vllai yt nuk e do dunjon. Pastaj erdhi Ebu Derda, gruaja ti marroi ushqim dhe Ebu Derda i thot Selmonit, thot ha prej ushqimit sepse thot unë jam agjërushëm, ndërsa Selmoni i thot se nuk ha përderisa nuk han edhe ti me mua së bashku, e prish agjërimin dhe han së bashku ushqim me Selmonin. Pastaj bin për të pushu, ngritet ai për të bërë namaz natë. Selmoni thot fli, vaj flan, pastaj përsëri ngritet për të bërë namaz natë. Përsëri Selmoni thot fli dhe pastaj flan, dhe në pjesën e fundit të natës Selmoni radhiyallahu anhu ngritet dhe e ngrit Ebu Derdan dhe pastaj të dy së bashku falen dhe këtu është edhe poenta e këshillës. Pastaj pra Selman el Farisiu i drejtohet Ebu Derdas dhe i thot, o Ebu Derda, ndaj Zotit tënd ki hak, pra ki detyrim, ndaj vetës tënde ki hak, ki detyrim, ndaj familjes tënde ki hak, ki detyrim, dhe andaj çdo kujt jepja hakun e vet. Dhe kështu që Ebu Derdaja shkoi tek i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i tregoi për atë se çfarë i kishte thonë Selmoni. Pejgamberi alayhi salatu selam i tha, Selmoni e ka thonë të vërtetën dhe këtë hadith e gjejmë tek Imam Buhariu. Të nderuar besimtar, këshilla tham është gjë e shtrenjtë. Dhe ai i cili e merr këshillën, ai është fitimtar. Ndërsa ai i cili e refuzon këshillën, dijeni se ai ka humbur në dynjë. Dhe ka humbur edhe në ahiret. Do ta argumentojmë me atë se çfarë ka ndodhur me Musain alayhi salatu selam. Pejgamberi të Allahut Musës i erdhi këshilla nga një njeri prej një qoshi të Egjiptit. Dhe ai erdhi me nxitim dhe e këshilloi Musan alayhi salatu selam. Dhe i tha se o Mus, njerëzia janë tubuar dhe dëshirojnë me të vrarë. Sikur se na thot i Madhi Zot tek Sura Qasas ajeti 20-21. Allah i madhruar thot, dhe erdhi një njeri që ngutej nga ana më e larg dhe qytetit e tha, o Musa, paria është duke biseduar për të mbytur ty, pra dile ik, unë jam këshilluesi yt. Ai doli prej aty i friksuar duke pritur se çfarë do të ndodhë dhe tha, o Zoti im, më shpëto prej popullit zullumçar. Musa alayhi salatu selam e murr këshillën prej këtij besimtari, edhe pse ishte pejgamber i Allahut të lartësuar. Dhe u largu Musa alayhi salatu selam dhe shkoi dhe hyri tek një besimtar në shtëpinë e një plaku besimtar dhe i tregoi se çfarë kishte ndodhur me të, ndërsa ai i thot mos ki frik, pas ke shpëtuar nga populli zullumçar, sikur se na thot i Madhi Zot tek Sura Qasas 25, dhe vërtet Musa alayhi salatu selam shpëtoi sepse e mori këshillën e besimtarit. Karuni u këshillu prej popullit vet. Refuzoi ta merr këshillën, nuk ju përgjigj atyre në këshill, pra nuk përfitoi prej këshillës së tyre. Allahu e shfarosi Karunin me gjithë pasurinë që kishte, sepse vërteta e ka qenë zullumçar dhe si pasojë ai u shkatru. Allah i lartësuar për të tregon tek Surja Qasas. Faraoni dhe populli i tij u këshillua, mirëpo ai nuk e pranoi këshillën. Nuk e pranoi këshillën, edhe pse në mesin e mbretërisë së tyre ishte një njeri i cili kishte iman dhe kishte besim, dhe ai i këshilloi, siç thot Allahu tek Sura Ghafir 38, o populli im, e janë i pasmeje, unë do t'ju udhëzoj në rrugë të drejtë, mirëpo ata nuk përfituan prej këshillës së tij dhe Allahu subhanahu wa taala i shkatroi dhe i fundosi. Prej dobive dhe mësime o vëllezër që përfitojmë nga xhumaja e kaluar,
nga kush kujdes për kujt merret këshilla dhe nga ajo e sodit janë të shumta. E para vëllezër është se ai i cili këshillon duhet të jetë i edukuar. Edukata e tij duhet të jetë në nivelin më të lartë. Pse? Sepse ai i cili e ka edukatën, kur e këshillon atë i cili gabon, nuk ja përmend metat dhe gabimet. Por se fillon duke lavdruar atë, duke folur për punët e mira të tij të cilat i ka bërë. Dhe në momentin kur ky nuk ja përmend metat e tij, por ja përmend të mirat e tij, atij i zgjerohet zemra dhe shumë kollaj pastaj e pranon edhe këshillën. Pra, fillimisht e përgatit dhe pastaj e jep këshillën. Pra, ai i cili jep këshill duhet jetë personi i cili e ka moralin dhe edukatën më të lartë, shtoj e kësaj edhe dije. E dyta është se nuk lejohet me ia dhënë këshillën në praninë e njerëzimit, në praninë e njerëzve. Por se këshilla jipët kur ai është vetëm, sikurse e kanë thonë të parë tonë të mirë. Më këshillo me këshill kur jam i vetëm dhe ma largo këshillën në praninë e xhamatit, sepse këshilla para njerëzve është një lloj nënçmimi për mua. Edhe nuk kam dëshirë me ndëgju këshillën para gjithë njerëzve, sepse i bie se ti po më nënçmon dhe nuk po më këshillon. Dobia tjetër është vëllezër se besimtari e ka për detyrë, e ka për obligim që ta këshilloj vllain e tij. Po të njëjtën kohë e ka për detyrë edhe ta pranoj këshillën e vllaut të vet. Sepse siç ka ardhur në hadith të pejgamberit alayhis salatu wassalam, të gjithë bijtë e Ademit janë gabimtar, ndërsa më të mirët prej tyre janë ata të cilët kthehen tek Allahu me pendim. Të nderuar vëllezër, kush të këshillon, lutu për ta. Bën dua për ta. Dhe thuaj Allahut të shpërblef me të mirë, sepse vërtet ai ta ka zgjidhur një problem, ose të ka larguar për një të keqe, ose të ka larguar prej bidati, ose të ka afruar në namaz. Falendroj Allahun, lutu tek Allahu për të, sepse i dërguari Allahut na thot në hadith sahih, kush ta bën ndonjë të mirë dhe i thot bamirësit Allahu ta shpërbleft. Pra, me ta shpërbly Allahu atë vepër dhe atë mirë dhe atë këshill që ti ma ke dhënë mua, dijeni thot i dërguari Allahut, ky e ka kryer falënderimin ndaj tij. E lusim Allahun e lartësuar të na bën për atyre që e japim këshillën me sinqeritet për hir të Allahut dhe të njëjtën kohë edhe i pranojmë këshillat. Sallallahu alaihi wasallam.